Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 6:4. Që lëmosha jote të jepet fshehurazi, dhe ati ytë që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas. Mateu 6:6. Por ti, kur lutesh, futu në domëzën tënde, mbyllë derën dhe lutju atit tënd në fshehtësi, dhe ati ytë që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht. Mateu 6:9. Ju, pra, lutuni kështu, ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt. Mateu 6:10. Ardhë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Mateu 6:11. Ardhë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Mateu 6:12. Dhe na i fal fajet tona, ashtu si që ua falim ne fajtorëve tanë. Mateu 6:13. Dhe mos lejo të biem në tundim, por na çliron nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Mateu 6:17. Kurse ti, kur të agjerosh, vajose kokën dhe laje fytyrën. Mateu 6:20. Përkundrazi mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Mateu 6:33. Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do të ju shtohen.